Sulmin ndaj gazetarit italian, kush janë shqiptarët e lidhur me klanin Escobar që donin ta vrisnin. Një mjet shpërthyes me 1 kilogram eksploziv i lën midis 2 vazove me fitilin e ndezur disa metra larg banesës. Një shpërthim i fuqishëm që i ka shkatëruar 2 makinat e gazetarit investigativ italian Sigifo Ranucci, drejtuesi i emisionit të Rai Report dhe që prej kohësh është në mbrojtje. Vendi i atentatit, i cili vetëm për fat nuk shkaktoi viktima, është vila e vogël në Pomezia, një qytet në periferi të Romës ku ai jeton me familjen. Një akt intimidues, potencialisht dekjeprurës, si ka pasur për objektiv një nga gazetarë simbol të informacionit të shërbimit publik, autori i hetimeve të forta mbi palishmërinë dhe korrupsionin në administratën publike, mbi krimin organizuar, mbi fraksionet ekstreme të ultrasve dhe mbi infiltrimin e klaneve në tendera. Moderatori, i cili ka kushtuar 10 hetime çështjeve të krimit, është në mbrojtje që për vitin 2009, ku pas një hetimi mbi një gurore rëre. Familja Ercolano i kërkoi një personi të konsideruar të rrezikshëm ta mbante në vëzhgim. Edhe në vitin 2010 tregoi Ranucci, një përfaqësues i klanit Santa Paula, donte të më vriste, por vrasja u ndal nga Matteo Messina Denaro. Niveli i alarmit u ngrit në vitin 2021. Me caktimin e mbrojtjes 24 orë në ditë. Një trafikant droge i lidhur me ndrangetan dhe me kartelin e Pablo Escobar kishte ngarkuar 2 killer shqiptar të qellonin, zbuloi Ranucci. Nuk i kishte pëlqyer një shërbim i imi mbi lidhjet mes politikës dhe krimit. Ndër episodet më të fundit janë kërcënimet e nëntorit 2024 për një reportazh mbi konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës, gjetja e 2 fishekëve P38 jashtë shtëpisë së tij dhe ndjekja nga disa persona që u identifikuan më pas nga eskorta e tij.